Merja pjesë ndiqja me shumë kënaqësi për të rritur kulturën, shfaqjet e teatrit kombëtar, ku shfaqeshin kryeveprat të dramaturgjisë botërore. Kujtoj këtu kryevepra të tilla si Arturo Ui, të Brehtit, apo dramën Familja e Peshkatarit, apo dramën Toka Jon, apo ekranizimin e romanit të shkrimtarit ton të madh të Fierit edhe të Shqipërisë e të Markombit Jakob Xhoxhës, dramatizimin e romanit Lumi i vdekur. Dhe duke qenë një bashkëpunëtor me Institutin e Folklorit, dhe këtu krijova një lidhje në këtë periudhë me mësuesin që ka lënë gjurmë në Fier, një figurë e nderuar e arsimit të qytetit, me Nikola Margilajt. Ishin problemet e ushqyerjes, ishin problemet e punësimit, ishin problemet e strehimit, dhe pse sot njerëzit nuk e din, ndoshta një pjesë ka brez i ri, se në qytet nuk vinte të jetonte kushdo. Duhet të merre pasaportizimin. Dhe tendenca e madhe ishte që specialistët që punonin në ndërtimin e veprave dhe që punonin në vepra, kërkonin të vinin në qytet. Sepse jeta në fshat ishte e tmerrsisht e vështirë.